Muzeet në qytetin e Shkodrës vazhdojnë të tërheqin çdo vit vizitor të shumtë vendas dhe të huaj të cilët tregojnë interes të veçantë për historinë dhe kulturën e qytetit. Një ndër vendet më të vizituara është Muzeu i Dëshmisë dhe i Kujtesës, që sjell para publikut një pjesë të rëndësishme të historisë së periudhës së diktaturës komuniste në Shqipëri. Vizitorët që hyjnë në ambientet e këtij muzeu shprehen të impresionuar nga mënyra se si janë paraqitur dëshmitë, dokumentet dhe historitë atyre që kanë vuajtur gjatë asaj kohe. We arrived today and Është hera e parë. Kemi mbërritur këtu dhe më parë qëndruam në një vend kampingu. Në mbrëmje bëm një shëtitje të bukur. Kaluam edhe lumin dhe pam që qyteti është shumë modern. Arkitektura më duket shumë e veçantë. Nuk e prisja kështu. Është shumë e bukur. Edhe muzeu është shumë breslënës. Hyrja është shumë e realizuar dhe të bën përshtytje kur kalon nëpër korridoret e tij. Lexuam për fete ndryshme dhe për ato që u ka ndodhur atyre, për njerëzit që janë arrestuar këtu. I'm from Germany. Jam nga Gjermania, nga pjesa qendrore e vendit, nga një qytet i vogël pranë Berlinit. Është hera ime e parë që vizitoj Shqipërinë. Jam shumë i interesuar për historinë e Shqipërisë dhe kja më solli në këtë muze. Është shumë mirë që ekziston ky muze. Of Albania. And this brings me to this museum. Për drejtuesit e këtij muzeu, interesi i turistëve çdo vit është në rritje.